mësat bordin e RTK-s. Në qeverisje që vetëm me shku me pa se si është objekti radio televizionit Kosovës është të mërshme, ku aty mundet me shku musafir ambasadori Amerikanë ose një ambasador ose një delegun, po sa që me dhonë një intervist, është të mërshme. Llogariti një përfaqësues i vendeve dhe pse janë vizitat e boshtetasve evropian në vendin tonë janë të pakt, nuk ke sinjalistik në rrugë, nuk ke pastërti të rrugës, ke komunikacion, nuk funksionon asgjë në komunikacion. Policinë e ka përdor vetëm si mekanizëm, instrument. Ne jetojmë në shekullin 21, në vend që të kemi ministra që reduktojnë shpenzimet, të rrisin shpenzimet. Policia nuk kanë kapela, nuk kanë radar statik. Pse nëse do të me humbë burimet tona njerëzore me i vendos në rrugë. Pra, kjo mundet me përmbyll këtë me kërku 60%, e që nuk do ta merr asnjëherë. Po nuk është kjo demokracia, Kosova nuk e duron këtë frymë populiste e cila ka ndo djalin me nan, ka ndo motrën me vlla, ka ndo vllain me motër për shkak të politikës. Një qeveri që ka ndërhyjë të shqiptarët të partitë politike shqiptare në Maqedoni, përveç që i ka bërë copë shqiptarët në Maqedoni, për nga një pjesë e lavdijes time edhe djemve më të mirë të Malisheves që kanë rënë edhe janë varrosën atje, i kemi plagët e përbashkët, ka jemi çdo ditë atje edhe shohim se çka ka bë. Një qeveri që e një kryeministër që Mickovskën e bën vëlla, e Edi Ramën e bën tradhtar. Jo për shkak të argumenteve, po vetëm për shkak të këtij diskursi politik me arktu turmat. Qartë, zotri Krasinç, sepse jemi në minutat e fundit, këtë sa për këtë pjesë teksa do të kalojmë tek çështja e presidentit apo e presidentes, sepse është hera e parë që Kosova shkon zgjedhje për shkak të një ngërçie të tillë, të një